Pse do votoj kundër kërkesës? Pse parashikon këtu nga qendrimi i radhës? Në dispozitat e kodit penal ne kemi një kapitull që i përket përgjegjësisë penale, ku përfshihet faji, lidhja shkaksore, elementet të cilët ulin përgjegjësinë për sa i takon kryerjes veprës penale, dhe kemi një dispozit ligjore që është neni 21, i cili parashikon kryerjen e veprës penale në ndikimin e urdhrave të paligjshëm. Dhe në paragrafin e 2 të këtij neni thuhet që nëse vepra penale kryhet nga një person që ka marrë një urdhër të paligjshëm, atëherë përgjegjësinë e mban ai person që ka dhënë urdhrin e paligjshëm. Kur erdhe këtu tani në emision, kalova nga kryeministria? Jo, nuk kalova nga kryeministria, u kalova. Ti po flet kështu sikur punon jurist në kryeministri. Nga i gjete këto hapësira? Jo, është hapësira, ka të drejtë. Edhe ti je dakord me atë? Po, është dispozita. Jeni bërë tër me mazhorancën. Jo, nuk është problem mazhorancë, është duhet shikojmë ligjin dhe flasim me ligjin. Hajde flasim nga ana juridike, do të flasim nga ana politike, flasim nga ana politike. Jo, ky shumicën ky flet si jurist. Unë nuk besoj edhe nuk mendoj fare që Belinda Balluku me 2 motra juriste të shquara, edhe me kompetencë të jashtëzakonshme, të mos ketë marrë një urdhër me shkrim nga personi i cili po përpiqet që të mbulojë të gjitha gjurmët e lënies së urdhrit të paligjshëm. Si ishte se mëzuri makina tani? Si ishte kjo më thuaj edhe një herë? Makina është me benzinë apo me bateri? Jo, me naftë kam unë. Atëherë. Kodi penal parashikon gjitha rastet kur një person duhet merret në përgjegjësi penale. Po. Dhe neni 21 i kodit penal. Po. Është kryerja e veprës penale në ndikimin e urdhrave të paligjshëm. Që do të thotë? Që do të thotë, nëse një person kryen një vepër penale, si rrjedhoi një urdhër të paligjshëm. Do ju thoni që Belinda Balluku do thënë ka marrë urdhër të paligjshëm? Po normale. Belinda Balluku, tash këto janë hipoteza nga ato që lexojmë në media. Në momentin që kanë qenë 7 orë me kryeministrin, mos kujto se nuk e ka ditur Belinda Balluku. Flasim kotrën. Okej, nuk e dim. Po tani, si thoje gojdhena thonë, po çfarë me gojdhena në media nuk e dim. Nuk flasim për media, po media çan nuk kanë dhënë portale. Nuk e dim, por atë ku nuk e dim, unë bashkohem me Yllin kur thotë që me 2 motra juriste, njëra motër është avokate, vetë nuk e ka lexuar ajo si e ka motra e Belindës? Iliba Bezati më duket është njëra motër, dhe motra tjetër është Pamela Qirko. Po. Kështu që Pamelën ka kështu zyrtare. Se di që gjyqtare ka qenë gjyqtare në KPK. Po, dhe nuk e di ka që ekziston kjo dispozit. Ja ta lëm, po të kërkoj ndjes avokatse. Po. Pra dispozita është, do të thënë, rasti përjashtimor. Ju thoni që zotëris Balluku i ka dhënë urdhër Edi Rama. Absolutisht ka. Dhe Edi Rama do ta mbrojë në parlament. Patjetër. Kjo është formula. Në rastin kur vepra penale është kryer si rezultat i urdhrit të paligjshëm, për të përgjigjet personi që ka dhënë urdhrin. Problemi është bara e provës kujt i bjerë për ta provuar që vërtet Belinda si është dhënë urdhër. Bara e provës. Personi që ka dhënë urdhrin dhe normalisht që është ballafaquar gjatë gjithë kësaj periudhe, le ta themi të amortizuar të mbarrjes në përgjegjësi penale të një personi në nënhetim, sepse zëvendës kryeministja u mor me etapa, u përfol. Po mirë, s'ka lidhje me SPAK-un kjo gjë, me etapa. Jo, nuk ka lidhje me SPAK-un, ka lidhje domethënë me personin i cili po merret në përgjegjësi penale, po i nënshtrohet masave të sigurimit. Po mirë, tani kam një pyetje tjetër unë. Nëse parlamenti ndodh kështu siç thotë ju, pra e refuzon, ç'a ndodh? 85 deputet janë drejt për drejt në ndikimin e personit që ka dhënë urdhrin e paligjshëm. 50 milion euro, 10 milion euro, 12 milion euro, nuk zjerën nga buxheti i shtetit për shkak të dëshirave. Me plot respekt, po ti duhet ta vërtetosh këtë gjë. Si e vërteton ti këtë gjë që pas ka dhënë urdhër Edi Rama Belindës që abuzon? Po flas diçka. Një person i cili ka 2 juristë në rrethin e tij familjar, 2 juristët në më të mirët në Shqipëri, sepse klasifikimi do të vlerëson motrat e patjetër, kanë qenë juristë kanë background të madh juridik, po flas paktën për keni punuar keni pasur. Po kemi vendimet e KPK-s, kanë qenë pothuajse të patakushëm në KPA, dhe nëse ka pas rrëshqitje nga vendimarrja e KPK-s që ka qenë
rrjedhoje e hetimit të strukturave të specializuara kundër krimit financiar, kundra lidhjeve të krimit kundra lidhjeve kriminale ekonomike dhe kundra lidhjeve të tjera që kanë të bëjnë edhe me aftësinë e personave që janë gjykuar në KPK, rrëshqitja në KPA ka qenë si rrjedhoje faktorëve zoti Gameri, jashtë nga drejtësia. Ju jeni duke thënë që zonja Balluku vet dhe 2 motrat e saj nga juristët më të njohur që ka Shqipëria nuk mund të gabojnë. Ora do ta kenë patjetër që në fillim kanë siguruar kopjet e urdhrit paligjshëm për kryerjen e secilit nga ndërhyrje. Belinda nuk është kaq naive që domethënë të ketë qenë thjesht një zbatuese ose thjesht një kryeminist që ka vendosur të firmosë. Domethënë që të ketë qenë kaq naive në detyrën e saj. Unë Belindën e vlerësoj për inteligjencën e saj, pavarësisht pozicionit. Jo, nuk e njoh me aq saj. Instikti im i femrës e shikoj që është femër inteligjente. Intuit e femrës, ë? Po, edhe historia familjare vjen nga një humje për shkak besueshmërisë. Është besoj që nuk besoj që të ketë qenë aq naive sa ta lejoj historinë që të përsëritet. Do të thuaj që arma e fortë e zonjës Balluku janë këshillat dhe njohuritë juridike të 2 motrave të saj, që ato i thonë që je këtu. Patjetër. Patjetër, ë? Patjetër. Wow. Tani, kam një pyetje. A ka një problem juridik këtu, sepse unë e kuptoj me kulturën juridike që kam unë si gazetar, se unë jam jurist, që ne kemi një mas sigurie. Herën e parë, kryeministri tha që unë do ta çoj gjykatën kushtetuese. Po pra, mbaroi. Faktikisht gjykata kushtetuese dha vendimin që e hodhi poshtë, me të drejtë e hodhi poshtë. Po jo, ne kishim një mas aty. Mas sigurie ndaj zonjës Balluku detyrim paraqitje. Kërkesa detyrim paraqitje, por nuk u prit për këtë pjesë, por u prit menjëherë vendimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë të tillë që të Jo, a kemi këtu dy masa, kërkon mas tjetër sigurie? Masat penale ndahen në 2 lloje, në masa shtrënguese. Jo, dakor, po këtu se parlamenti ai kërkojnë arrestimin. Tani, ndërkohë që kjo ka një mas detyrim paraqitje, i ka arrestimin? Shkon kjo? Ka një përplasje këtu? Për çdo vepër penale ose për çdo procedim penal, prokurori ka të drejtë që të kërkojë mas sigurimi të veçantë. Po, të veçantë. Do të thonë nuk ka përplasje. Jo, nuk ka përplasje, ka të veçantë. Zonja Jorgo, një pyetje. Një person mund të ketë 2, 3, 4, 5, 10 masa sigurimi për çdo penale. Nëse parlamenti, siç thotë zoti Kameri, nuk të gjë, ç'ndodh pastaj? Çfarë do të thotë? Procedimi do vazhdojë mbi bazën e provave të Ajo do vazhdojë të paraqitet në SPAK deri në momentin që po patjetër derisa dalim gjykat. Do vazhdoj punën normalisht si deputete, nëse kuvendi voton për mos heqje të imunitetit, ai do nëse Belina Balluku do vazhdoj të jetë deputete, por ndërkohë SPAK-u do vazhdoj procedurat e veta ligjore derisa të paraqitet gjykat. Tani, në aspektin politik, për 2 kamë, se ju jeni avokat, ti me politikën merresh, po edhe ju avokat kërkojnë ndjes, unë do të bëj pyetje politike. Tani, zoti Rama nuk po përdor një standard me zotin Samir Tahiri, do të thonë iku bërë punë. Ne kemi thënë as me zotin Samir Tahiri, as me Arben Ahmetaj. Me Arben Ahmetaj e shkarkojmë atje, as me zotin Velia që ishte në fundi, zoti Velia është kryetar bashkie, po as me ato me Belinda Ballukun. Po lufton. Se ai arsyetimi që shiko nuk do ta lëshoje ka bashkëpunëtorë. Tani bashkëpunëtor kishte Arben Ahmetaj, bashkëpunëtor kishte edhe Samir Tahiri, bashkëpunëtor kishte edhe Riovelia. Tani me këtë panoramë që po bën kryeministri, po jep të kuptoj dhe elektoratit të majt ose elektoratit besnik të Partisë Socialiste, që unë nuk e lëshoj ose jam për ta mbajtur fort këtë lloj partie, sepse e di, shiko, çdo lloj force politike brenda ka në rrymat e tyre për plasje. Më lë të rilexoj edhe një pasazh. Kërkoj të japim opinionin tonë, ne do të angazhohemi me të gjithë përgjegjësinë tonë përpara shqiptarëve që na dhanë 83 mandate e do të përgatitim për të mbajtur një qendrim të drejtë
të qartë e të dej si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi. Po, sepse Belina Balluku ka bërë, domethënë, fier në qytetin e Firit, ka marrë mandate sa asnjë forcë politike, domethënë në histori nuk ka marrë shumë sa me mënyrat e saj, me këtë pasazh Rama po, ai po e vendos, dhe po jep sinjali që unë nuk e lëshoj Belina Ballukun. Unë, domethënë, gjithë ato 84, 85, 86 mandate janë për të ruajtur imunitetin e Belina Ballukun. Po për ju? Atëherë, du të kemi diçka parasysh. Unë parashikoj vendimarrja të parlamentit për të mos dhënë miratimin për caktimin e një mase sigurimi për zonjën Belinda Balluku. Për shkaqet të cilat unë i parashtrova, domethënë më përpara, besoj që urdhrat që janë dhënë për të përcaktuar fituesit e tenderave edhe mënyrën e financimit edhe fryerjen e kritereve ekonomike, besoj që janë me urdhrat e drejt për drejta nga veprori i saj, edhe këto urdhra du të jenë me shkrim ose të paktën du të jenë të siguruara nëpërmjet mjeteve elektronike apo formave tjera ligjore, si në rrjetin e komunikimeve të zëvendës ministres, ashtu edhe nëpërmjet arkivave sekrete. Ju duke thënë që nëse kryeministri Rama lëshon, do të thënë jep okejin për arrestimin, ai rrezikon qeverisjen? Rrezikon drejt për drejt marrjen në përgjegjësi penale. Përgjegjësi penale? Po, patjetër. Jo qeverisjen, jo të bjerë qeveria. Është drejt për drejt personi i cili përgjigjet. Tashti, nëse do të thënë prap kjo është e rëndësishme. Do të thënë që dorën pra këtu, se po jep deklarata shumë të forta sot. Se këto regjistrohen aty. Në 21 të kodit penal, zëvendës kryeministja shkarkohet menjëherë për çdo akuzë për cilën ajo provon urdhrin e paligjshëm. Ai nuk e lëshoi. Kryeministri nuk e lëshoi. Kryeministri nuk e lëshoi. Atëherë ti thuaj që një fakt penal i cili do merret parasysh menjëherë për të mos e ngarkuar. Tani ju duke thënë që SPAK po rrezon qeverinë? Tashti unë nuk do të them nëse SPAK po rrezon qeverinë, po kështu thot. Tani po rrezon kryeministri, rrezon qeveria.